Merkatoja e dimrit hapet zyrtarisht me 1 janar, por për Vllaznin ajo rrezikon të nisë me derë të mbyllura. Klubi Shkodran po përballet me një situatë të ndërlikuar, pasi aktualisht ka 4 çështje të hapura në FIFA, të cilat kanë sjellë bllokimin e merkatos dhe vendosin janarin në pikpyetje serioze. Kuqeblut ndodhen në një moment delikat edhe në aspektin sportiv, pas një starti pozitiv ku Vllaznia kryesonte rënditjen, skuadra ka pëstuar rënje dhe aktualisht pozicionohet në vendin e 4. Forma jo bindëse në javët e fundit e bën merkaton jetike për vazhdimin e sezonit, por problemet financiare nga e kaluara po e pengojnë këtë proces. Sipas të dhënave nga FIFA, 2 nga 4 çështjet janë hapur vetëm së fundmi, ndërsa të paktën njëra prej tyre mban të bllokuar merkaton deri në zgjidhjen përfundimtare. Kjo do të thotë se përpara çdo afrimi të ri, drejtuesit e klubit duhet të shlyejnë detyrimet financiare përkatëse, përndryshe FIFA nuk lejon federimin e lojtarëve. Emra të ndryshëm janë përfolur si objektiv të Vllaznisë në këtë merkato dimri, mes tyre edhe Kevin Zefi, por çdo lëvizje mbetet e kushtëzuar nga zgjidhja e problemeve në FIFA. Më herët nga klubi Shkodran është shprehur optimizëm se situata do të normalizohet dhe se çështjet do të mbyllen brenda një afati të shkurtër. Janari po afron dhe për Vllaznin nuk do të jetë thjesht një periudhë përforcimesh, por një provë serioze menaxheriale. Nëse bllokimi nuk hiqet në kohë, kuqeblut rrezikojnë të vjojnë sezonin pa ndërhyrje në merkato, në një moment kur skuadra ka nevojë të qartë për freskim dhe alternativa të reja. Aktualisht në sistemin e FIFA-s vetëm klubi sportiv luftëtari i vjetër figuron me të njëjtin numër çështjesh të hapura si Vllaznia, fakt që e bën situatën e klubit Shkodran edhe më shqetësuese në prag të një merkatoje vendimtare.